يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sa bukur. Allahu po tregon se njerëzit më të ngritur janë besimtarët e mirë dhe bartësit e diturisë, pra dietarët. Ngritja përmes Kuranit realisht është një prej fryteve më madhështore që arritjem pikërisht përmes librit të Zotit. Çdo njeri ka dëshirë që të ketë status të lartë tek Zoti madhështor, sepse tek njerëzit nuk është shumë e rëndësi. Dhe ajo që më së shumti dhe më së miri na ngrit tek Allahu është fjala e tij, është libri i tij. Prandaj Allahu po tregon se dietarët janë njerëzit më të ngritur, madje në shkalla të larta vlerësimi, për shkak se ata janë njohësit më të mirë të librit të Zotit. Janë studiuesit më të thellë, janë praktikuesit dhe aplikuesit më serioz të normave të librit të Zotit. Allahu gjithashtu përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që përmes këtij libri ngrit popull, por edhe përmes tij edhe ul popull. Inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Nuk ka dyshim se Allahu me këtë libër ngrit popull. Ata të cilët lidhen me librin e Zotit, ata të cilët e dashurojnë atë, ata të cilët mundohen që ta praktikojnë atë në jetën e tyre, ata të cilët referencë kryesore kanë librin e gjithëmëshirshmit subhanahu wa taala. Pastaj ai i cili lidhet me Kur'anin, përpos që është i ngritur në jetën e kësaj bote, është i ngritur edhe në jetën e përtejme. Siç pejgamberi i Zotit na tregon, duke thënë Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya. Lexo dhe ngritu, o robi i Allahut, shqiptoje atë, recitoje atë, ashtu siç e shqiptoje, e lexoje, e recitoje në jetën e kësaj bote. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Nga se vendi yt final në ditën e gjykimit në ahiret është në ajetin e fundit që ti ta lexosh. Pastaj na tregoi pejgamberi i Zotit se Allahu ka të afën. Kush janë këta ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I than sahabët e tij, fa ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Janë bartësit e Kuranit dhe janë më të veçantët, më të afërmit e Zotit. Gjithashtu tha, men ta'allam khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri nga ju është ai i cili e mëson Kur'anin për vetvete dhe u mëson të tjerë. Pra po e kuptojmë që ngritja reale është përmes librit të Zotit. Andaj ta njohim librin e Allahut, ta dashurojmë atë, ta meditojmë atë sa më shumë dhe sa më thellë, ta aplikojmë atë në jetën tona, të udhëzohemi përmes tij, të begatohemi përmes mesazheve të tij dhe të ngritemi me të. Ja tek erdhëm tek fundi i kësaj serie. Zoti ju begatov kudo që t'jeni dhe sa më shumë lidhuni me librin e Allahut. Wassalamu alaikum.